Gjues të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio, unë jam së bashku me përgjegjësin e Departamentit të Arteve në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin Luigi Gurakuqi, zotin Rubin Mandia. Mirëmëngjes, profesor Rubini, mirë se keni ardhur në studion tonë. Mirëmëngjes dhe ju faleminderit për ftesën. Në fakt, interesi për fakultetin ose për Departamentin e Arteve nuk është i vogël. Janë artistë të rinj që kanë esurin e tyre, sidomos në degën e arteve figurative, por edhe një aktivitet që unë kam vënë re kohët e fundit, ditë më parë, ishi me pedagog të ardhur nga Akademia e Arteve nga Napoli, por ekspozita të studentëve tuaj, provime që në këtë sezon janë natyrshëm në fokusin e gjithsecilit. A mund të më jepni një panoramë më të detajuar të punës momentalisht në departamentin tuaj? Po, siç e theksut edhe ju, ka qenë një periudhë mjaft intensive në fakt kjo, me aktivitete, me provime, me procesin mësimor sigurisht i cili nuk nërpritet. Puna në Departamentin e Arteve ka dy linja kryesore. Ashtu në fakt siç ka edhe në programet e tjera të studimit, jo vetëm atë të arteve, që është puna didaktike brenda auditoreve, një pjesë shumë e rëndësishme dhe sigurisht baza për cilën universiteti funksionon. Dhe përtej kësaj është mushja e atij hendeku të madh i cili diskutohet shpesh, që është mes shkollës dhe punës që e pret studentin e ardhshëm nesër, ose mes shkollës dhe asaj që e pret artistin e ritës e nesërmes në terrenin artistik, kur ai del, si me thanë, nga kjo streh, nga kjo fole që është shkolla. Dhe për ta zbut, për ta harmonizu këtë proces kalimi, është e domosdoshme për çdo shkollë, jo vetëm të arteve, që të krijojë një situatë aktivitetesh jashtë auditorit, cilat të stërvisin në thonjza studentin avash për të mirahat edhe jashtë mureve të me sa shohun kjo ndodh vazhdimisht, shumë nuk kemi shumë ditë kur 81 punime janë shfaqur të studentëve tuaj në Galerinë e Arteve Figurative. Më pas përsëri disa studentë kanë bërë një ekspozitë të përbashkët me studentët e Tiranës. Gjithsesi e shoh në lëvizje vazhdimisht një aktivitet të tillë. Po, ekspozita të cilës ju i referoheni është ekspozita vjetore me punimet më të mira të studentëve. Ajo realizohet fal një bashkëpunimi mjaft pozitiv që ne kemi me Galerinë e Arteve Shkodër. Unë du ta falenderoj stafin e galerisë dhe institucionin e galerisë që ka kriju këto kushte optimale. Është një galeri e cila ofron kushtet më optimale në qytetin tonë për realizimin e eventeve në një shkallë, le të themi, të gjerë të arteve pamore. Dhe kjo ekspozit është realizu fal punës pedagogëve, sigurisht fal punës dhe përkushtimit studentëve. Besoj që ka pas rezultate mjaft pozitive. Sigurisht ka ofruar edhe për publikun e qytetit tonë një event më tepër në sferën kulturore. Ashtu sikurse është veni që në një ekspozit bëhen edhe diskutime për problematikat që janë shfaq për atë çka mbetet për të riparuar në të ardhmen, sepse ekspozita është sigurisht një moment festet për gjithë pjesëmarrësit, por nuk ka se si të mos jetë edhe një moment reflektimit për të pa atë çka mbetet për të përmirësuar. Në fakt, me sa di, stafi juaj akademik mbledh emra të njohur të arteve figurative. Unë shpeshherë kam komunikuar dhe i kam patur të ftuar në studion ton, madje me pretendime mjaft të larta dhe të vlerësuar nga ana artistike. Çfarë programe studimi ofron Departamenti i Arteve? Po, unë ju falenderoj për pyetjen, sepse ala shumë njerëz nuk e kanë shumë të qartë se si funksionon Departamenti i Arteve. Departamenti i Arteve ofron dy programe studimi, që është pikturë dhe grafik
për sa i përket arteve pamore dhe pedagogji muzikore për sa i përket artit të muzikës. Ecuria e tyre gjatë viteve ka patur interes, me qenë se jemi edhe në një fazë ku mund të bëjmë edhe një lloj informimi ndaj atyre që dëshirojnë që të hedhin pështrimin dhe të studiojnë sigurisht. aty. Interesi kryesor ndaj departamentit arteve gjendet tek natyrshëm, tek nxënësit që përfundojnë studimet në shkollën artistike, në shkollën e mesme artistike Preng Jakova konkretisht, ku fillon arsimi muzikor që në klasën e parë fillore e ai i arteve pamore në shkollën e mesme. Por programet e studimit në departamentin e arteve janë të ndërtuara, të konceptuara në formë të tillë të cilat nuk përjashtojnë një gjimnazist i cili nuk ka pas më përpara një formim artistik. Pra konkursi i cili realizohet, për cilin ne do flasim më vonë, është menu, është hartu, dhe është ideu në mënyrë të tillë që ne të shohim talentet, prirjen që ka një nxënës për të bërë një student i suksesshëm në arte, dhe pastaj edhe kurrikula është ndërtuar në mënyrë të tillë që t'i jap mundësi si nxënësit të shkollës artistike, i cili vjen me një bagazh mjaft të madh formimit, por si edhe gjimnazisit i cili vjen me një bagazh të reduktuar ose pa bagazh fare, që gjejnë se i cili veten në programin e studimit. Pra mund të kapërcehen të gjitha ato pengesa të para që mund të hasen, por gjithmonë prirja dhe talente janë baza mbi të cilën ndërtohet. Prirja dhe përkushtimi i studentit e sjellin suksesin sigurisht me këto janë konkurse që janë periodike dhe të padiskutueshme për të hyrë në këtë departament. Zakonisht janë në periudhën e fundit, në gjysmën e dytë të gushtit. Janë konkurset, të interesuarit mund të drejtohen departamentit çdo ditë, mund të kontaktojnë në faqen zyrtare të Facebookut për lehtësi komunikimi nëpërmjet emailit. Po, gjithsesi ju përmendët 2 dek të arteve figurative dhe 1 dek të pedagogjisë muzikore. Mendohet që përderisa në këndvështrimin e artit modern ka të tjera fusha, të tjera mundësi, ka ndonjë ide për hapjen e programeve të reja në fushën e arteve? Ishte një moment i bukur i ekzistencës së Akademisë së Arteve në Shkodër para pak vitesh, trashëgimtare së cilës është në fakt Departamenti i Arteve. Në vizionin e qeverisë, në reformën e arsimit të lartë, diçka e tillë u konsideru e pa arritshme. Unë nuk du të komentoj në lidhje me këtë çështje, ka noll ajo që ka noll. Për sa i përket arteve pamore, artit bashkohor të muzikës, këto trajtohen në lëndët që ne zhvillojmë me studentët tanë. Po jo si programet si programe studimit nuk ka për momentin, me sa shifet për një të paktën në të ardhmen e afërt, nuk ka një situatë përshtatshme për hapjen e programeve të reja. Ne kemi aplikuar për hapjen e programeve master për mësuesinë e arteve, sepse edhe profili i fakultetit të shkencave të edukimit është pikërisht ky, që të formojë mësuesit e ardhshëm. Besoj se mësuesi i ardhshëm i arteve pamore dhe i artit muzikës ka një të ardhme në tregun e punës, por edhe miratimi i programeve master ka qenë i bllokuar për këto vite për cilat flasim. Ne shpresojmë që të hapet dhe besoj që në atë moment do jetë i mbyllur cikli i studimeve të larta artistike në qytetin e Shkodrës, por duhet të theksoj se formimi si mësues artit nuk e pengon studentin i cili ka aspirata për të bërë një artist. Lanët janë aty, pedagogët janë aty
për t'i dhënë atij gjithë formimin e nevojshëm që ai nesër bëhet një artist shumë i suksesshëm si muzikë si në kjo deg është e lidhur, është e barazëvlefshme me atë të Akademisë së Arteve të Bukura në Tiranë. Po, Universitetin e Arteve. Universiteti i Arteve ka një numër, ka këtë gamën shumë më të gjatë të programit studimi për cilën ne folëm. Por një program që ndiqet këtu është i barazëvlefshëm. Sigurisht, studentët tanë, tash që folëm që ne nuk kemi akoma programin e studimit master, një pjesë shumë e madhe studentëve tanë kanë vazhduar mjaft suksesshëm programet master në Universitetin e Arteve. Edhe në universitetet tuaja. Unë kërkova mendimin për hapjen e programeve të reja, kisha parasysh një workshop që ju keni organizuar me Akademinë e Arteve të Bukura të Napolit. Profesoresha Natasha ishte specialiste e fashion design, e cila në një farë mënyra është i bashkangjitet këndvështrimit artistik dhe që në një farë mënyra mund të ketë diçka interesante dhe mjaftoshse për të realizuar. Kjo është, si thua, një cikël leksionesh që studentët mund të marrin rreth këtij formimi, apo edhe mund të hedhet një këndvështrim rreth një programi të ri. Po. Ne ishim këtu dhe unë duhet ju falenderoj për ftesën edhe para disa ditëve dhe profesoresha u shpreh mjaft entuziaste për terrenin që ka gjetur në Shkodër. Sigurisht ishte një takim i parë, le të themi, mes institucioneve tona, mes Akademisë së Arteve të Bukura të Napolit dhe Departamentit të Arteve në Universitetin Luiz Gurakuqi. Workshopi ka qenë një workshop i vogël, një ditor, pra ka qenë, le të themi, fillimin e shpresojmë një bashkëpunimi shumë më të gjatë. Hapja një programi të ri studimi do kërkoj shumë punë dhe investim. Absolutisht. Dhe nuk është diçka që ne mund ta premtojmë sot se kur do të nollë ose nëse do të nollë ose si. Por sigurisht me Akademinë e Arteve të Napolit unë jam i bindur që u vendos një gur themelit i fortë i cili në të ardhmen do sjellë workshope më të zgjeruara të paktën. Ne po punojmë që të ketë mobilitete që quhen të studentëve, për avajtje të studentëve tanë atje dhe ardhje të studentëve nga Italia në universitetin tonë, qoftë për periudha të shkurta, qoftë për periudha semestrale. E në këtë aspekt unë e shoh shumë pozitivisht bashkëpunimin me institucionet e huaja akademike, pasi praktika e shkëmbimit pedagogëve dhe studentëve është një nga praktikat më rutinë tashmë në sistemin akademik evropian dhe botëror dhe është një praktikë e cila jo se nuk është zhvilluar në vendin tonë, por ka vend për zgjerimin e saj dhe besoj që edhe për përfitimet reale për studentët nga kjo lloj praktike do jenë të ndjeshme. Departamenti i Arteve ka vite që nuk e di saktësisht numrin e viteve që është hapur, por që ka një ecuri në vazhdimsi. Studentët përcillen vit pas viti, mund të thoni diçka rreth studentëve të suksesshëm që kanë vijuar me sukses rrugën, që kanë bërë një emër, që kanë piknisjen këtu dhe që vijojnë më pas? Po, Departamenti i Arteve ka pak vite, siç e thatë ju, ka fillesat e tij në vitin 2011, kur hapet për herë të parë programi i studimit, vetëm një program studimi pikturë dhe grafik, për të shndërruar pastaj një vit më pas në Akademinë e Arteve Shkodër me shumë programe studimit në muzikë dhe artet pamore. Reforma e arsimit lart në vitin 2015 e transformon edhe një herë Akademinë e Arteve në thjesht në një departament të arteve pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit, me 2 programe që i përmendëm. Studentët tanë, siç tham, kanë vazhduar me të suksesshmit, kanë vazhduar studimet në Universitetin e Arteve në Tiranë, kanë vazhduar studimet në universitete në cikle të tjera, në ciklin master, janë prezent me veprën e tyre në eventet e ndryshme të artit bashkohor që zhvillohen në Shkodër, në Tiranë dhe jashtë vendit. Besoj që mund të them kështu e kemi justifikuar
Po për besimin e tyre. Ju vetë jeni artist i artit bashkohor, skulptor, si bashkëton tek ju pjesa pedagogjike dhe drejtimit të departamentit me ato ndjesi që ka artisti her pas here, me ato impulse artistike që bulojnë në shpirtin e tij për të derdhur më pas në veprat që realizohen? Proceset administrative në përgjithësi janë procese që nuk i përshtaten shumë një artisti. Me fjalë, është e rrallë që gjesh artista që janë të prirun për të marrë pozicione drejtuese administrative, sepse sigurisht ajo është një punë e cila duhet bë në departament, dhe duhet ta bëjnë specialistë. Dhe duhet bë me seriozitetin maksimal. Por për natyrën krijuese ajo nuk është shumë e përshtatshme. Kështu që gjetja e kohës dhe një raportit mes detyrës institucionale dhe krijimtarisë artistike është gjithmonë një proces tërhiqje moskput për të gjithë. Megjithatë, ju keni ecurinë tuaj, keni marrë doktoraturën, keni patur ecuri në aplikimin, sidomos në këndvështrimin e artit modern. Mund të më thoni diçka nga ky këndvështrim i juaj, si keni aplikuar me artin dhe veprat tuaja? Unë kam fillu studimet në shkollën e mesme Prengjakova, studimet e para artistik, të parat krejt në shtëpinë e pionierit asaj kohe, për pikturë. Pastaj kam viju prap për pikturë në shkollën e mesme, pastaj për skulpturë në shkollën e lartë dhe studime doktorale për historinë e fotografisë së hershme shqiptare me një temë fotografinë e Koli Dromenos. Pra kam bërë disa kalime, cilat besoj janë të këndshme për çdo artist. Dhe her pas here njen nevojën për të kaluar nga një medium tek tjetri apo nga një temë tek tjetra. Arti bashkohor fatmirësisht ofron këtë mundësi. Ofron një pafundësi fushash veprimi ku çdo njeri mund gjej veten. Dhe nuk kërkon një lloj zbatimi të traditës me rigorozitet siç mund të qenë arti i disa kohëve të hershme. Disa kohëve më përpara. Kështu që në këtë sens unë besoj se çdo njeri mund të njihet mirë për të kërkuar. Pra, me sa po thoni, ju e gjeni veten te piktura, te skulptura, te fotografia, në një këndvështrim të veçantë. Gjithmonë, tash nuk mund të presim që ne do nxjerrim diçka të re çdo ditë. Është shumë e vështirë. Është proces i jashtëzakonshëm. Dhe shpesh jo, por ndodh nganjëherë që ti ke ba një projekt, ke menu për një vepër, e ke realizu, dhe rastësisht më shef edhe në internet që një diçka shumë e ngjashme, po ndoshta ka herë dhe identike, pas ka ekzistu, edhe pa dijenin tënde. Është një zhgënjim shumë i madh ky, por tregon se sa i gjanë, se sa i madh është produkti artistik global, dhe se sa e vështirë është që të jemi original në kuptimin jo se mund ta konsiderojmë kopjim, por sido që tjetë vepra e artit e ka një lloj spuntoje, një lloj frymëzimi ka herë edhe të pavedishëm nga një vepër apo nga një artist tjetër. Në këtë larmi fushash bashkëveprimi të artit, patjetër që njeriu gjen një kënd të veçantë. Ju keni disa vepra që janë në kënde të ndryshme të qytetit, kryesisht në sipërfaqe të gjelbra, që ato takohen vazhdimisht. Ju çfarë ndjeni kur i shihni punimet tuaja në skulpturë? Në fakt, në qytetin tonë është vetëm një vepër, që është një memorial e imja, kam fjalën, që është i revolucionit hungarez. Është një vepër që gjendet tek Lulishtja përballë Fakultetit Shkencave të Natyrës. Një vepër iniciume nga Konsullata e Nderit e Hungarisë në Shkodër dhe Ambasada Hungareze në Tiranë. Vepra tjera cilave ju referoni kam përshtypjen janë vepra të cilat u zhvilluan gjatë një simpoziumi skulpture në vitin 2011 të organizuar nga Bashkia Shkodër me pjesëmarrjen e skulptorëve shkodran dhe malazes, që janë disa vepra prej mermeri të shpërndarme kryesisht në zonën e Lulishtes tek Pazari i Vjetër, edhe në lagjen Perash. Në lidhje me atë simpozium unë mund të them se ishte besoj një përpjekje e parë dhe shumë pozitive për të futur skulpturën
një formë të re skulpture parku në qytetin tonë, jo se nuk ka ekzistuar, jo se u futet në atë moment për herë të parë, por besoj që skulptura e Mermerit përgjithësi ka mungu parqeve shqiptare, dhe them se futja e 10 skulpturave prej Mermeri brenda një aktiviteti vetëm ishte një moment pozitiv për diversifikimin e peizazhit artistik në hapësirat publike. E si mendoni, sa e rëndësishme është që këto vepra të vendosura dhe të natyrisht personifikuara me ide të qëndësishme ndikojnë në jetën e qytetit, në jetën e njerëzve, sa të nevojshme janë që pikërisht këto vepra të kenë mundësi të ekspozohen, të qëndrojnë në vende të dukshme. Bota ka një mrekulli të ekspozimit të tyre. Natyrisht vepra e artit ka një impakt të rëndësishëm në jetën aq më tepër e artit pamor dhe aq më tepër vepra publike e cila është e shikueshme nga çdo kalimtar i rastit, pra shikueshmëria e saj praktikisht është e gjithë komuniteti i një vendit. Mundësit për realizimin e veprave të artit për financimin e tyre, sepse këtu met shpesh problemi. Absolutisht, këtu e kemi atë ngërçin në përgjithësi ne si shqiptar dhe është e natyrshme sepse vendi jonë nuk është një vend i pasur, por në fakt Bashkimi Evropian ka programe të shumta dhe fonde të shumta për mbështetjen e artit, për mbështetjen e krijimtarisë artistike. Dhe unë mendoj se edhe artistët vetë është momenti që të aplikojnë në mënyrë individuale, nëpërmjet shoqatave, nëpërmjet institucioneve shtetërore për këto fonde, të cilat, sepse simpoziumi që sapo përmendëm ne, është në fakt i financuar 100% nga një program i tillë. Nuk është shpenzu asnjë qindar nga buxheti i shtetit shqiptar. Prandaj mundësitë për të përfituar këto fonde janë reale. Nuk është e lehtë sigurisht, por nuk është e pamundur, sepse nganjëherë ekziston një ide e gabuar që nuk ja vlen. Ja vlen, mjafton me pas durim. Pra gjithmonë duhet të kërkohet për të gjetur. Kërkohet, ka në filozofinë e Bashkimit Evropian për gjithë vendet e Europës Lindore, veçanërisht për këto vendet të cilat konsiderohen në procesin e integrimit, përveç sferave ekonomike, sociale, të cilat marrin ato fondet e veta, arti dhe kultura kanë pa diskutim atë thesin e tyre, por natyrisht ata presin projekte cilësore për të financuar. Nuk mund të financojnë thjesht. Profesor, meqense gjenden mënyrat për të depërtuar, gjenden këndvështrimet artistike për të realizuar, a mund të më tregoni diçka mbi konfigurimin e një studie të artistit siç është ajo e juaja? Është një rrëmujë e madhe. Po kështu është zakonisht në studiot e mjeshtrave. Në rrëmuj ku rrinë vepra të cilat janë përfunu, rrinë vepra të cilat nuk u përfunu asnjëherë, dhe të cilave ti shpreson se do i kthehesh, nganjëherë i rikthehesh, nganjëherë ato ngelen aty në gjendje. Aty shef vepra të cilat shef bocete, shef skica për vepra që ti mendon se do realizohen. Temat më joshse për ju, më intriguese. Nuk mund të them se kam ndonjë temë të preferuar, siç e thash më parë, ajo tendenca boheme për çutit, për lvizje, vjen dhe ik krejt natyrshëm. Nuk dëshiroj që të ndalem tek diçka specifike. Disa nga veprat tuaja të përfunduara janë? Nga monumentalet mund të përmeni një skulptur në qytetin e vogël të Danilowgradit në malin e Zi. Është një qytet i cili prej më shumë se 40 vitesh organizon një simpozium skulpture, unë pata mundësi që të marr pjesë. Është një tjetër në Ajo është e pasqyruar aty? Po. Do të thotë që është e vlerësuar. Po, sigurisht, ato me fjalë në momentin që ti marr pjesë në një aktivitet. Dhe kjo vepër pasqyron? Është një lule, një zamak në gur, dhe ne skulptorët ftohen aty çdo vit që të realizojnë nga një vepër për qytetin. Dhe nga që materiali është guri, unë mendova që ti ladhur atij qyteti një lule prej guri, prej materialit.
Mendoni se kjo lule është një pikë referimi, një simbol, një inspirim. Ju sa herë kaloni andej keni diçka të veçantë për që e ndjeni? Pa, sigurisht për të rikthy tek veprat e tuaja, sidomos tek ato që i ke larg edhe nuk i shef për ditë, është një lloj kënaqësie, një lloj satisfaksioni për veprat, aq më tepër për veprat që gjenden në hapësirat publike. Po thoni edhe për një vepër tjetër. Është një vepër në fakt e realizuar para shumë vitesh tashmë, në vitin 2003 në Kinë, ka qenë një nga udhëtimet e mia të para, një nga pjesëmarrjet e mia të para, por që ka met besoj nga më të rëndësishmet në qytetin e Changchunit atje, një qytet industrial, i cili gjithashtu organizohet një simpozium të tillë skulpture. Është një vepër në bronz, ku janë dy durë të cilat mbështeten, duket sikur mbështeten, duket sikur shtyjnë njëra tjetrën dhe personifikojnë ato marrëdhënie njerëzore të cilat herë shtyjnë, herë mbështeten. Kjo është në një vend të hapur, publik? Në një vend publik edhe kjo. E përshëndesim këtë vepër nga larg, po sa kënaqësi është që një artist, një skulptor nga Shkodra pikërisht qëndron me veprën e tij me mira kilometra dhe që art depërton. Nuk mund të mendohet ndryshe. Komunikimi artistik dhe pikërisht vlerat e këtij arti që depërtojnë, që kalojnë kufi, që kalojnë shtete dhe që vlerësohen. Natyrisht është një kënaqësi. Unë fola për artin e skulpturës, po veprat në skulpturë dhe veprat monumentale në fakt janë të pakta, sepse për vetë realizimin fizik tyre, i cili kërkon një lloj impenjimi, kërkon disa kushte. Pastaj pjesëmarrja me vizatime, me vepra dydimensionale, me vepra më të vogla fizikisht në ekspozitat, në biennalet e ndryshme që organizohen, mandej është një proces i vazhdueshëm dhe i cili nuk ndërsa fotografia mbetet përsëri një interes i veçantë. Fotografia sigurisht që mbetet, por është një proces unë besoj shumë më i vështirë nga ç'do duket në pamje të parë. Është shumë i thjeshtë dhe shumë i këndshëm për çdo, përveç se për fotograf thot një postulat i fotografëve. Kështu që kërkon seriozitetin e vetë edhe. Natyrisht njerëzit kanë gjithë drejtën për tu arktu edhe për tu kënaqur me fotografitë që i bëjnë, por kërkon një seriozitet shumë më të madh pastaj për të hulumtu edhe për të krijuar diçka. Në dimensionin që ka arti, në hapësirat që e jep, në interaktivitetin dhe në komunikimin mes njerëzve, por dhe mes artistëve, duke qëndruar dhe bashkëbiseduar me një artist si Rubin Mandia, që është përgjegjës i Departamentit të Arteve. Si hyn pikërisht këto impulse artistike tek auditoret e universitetit tuaj, sepse natyrisht një artist që ka një dimension në konceptimin e artit, patjetër që duhet të ndjej pikërisht edhe anë të tjera përveç një tabloje, një grafike ose diçka e tjetër. Po, besoj që në preokupimet kryesore të një pedagogu duhet të jetë në radhë të parë njohja e studentit që ka. Pra nëse flasim për një specifik në arsimin e arteve, është klasifikimi i studentëve dhe puna individuale me secilin. Pra ato impulse për cilat ju flisni, ato impulse të mia, ato ide të mia, mund t'i përshtaten, mund mos t'i përshtaten çdo studenti në masën. Çdo student është një subjekt i veçantë. Do shkallëzohet, do profilizohet mësimdhënia me secilin. Sigurisht që detyrat do jenë për gjithë grupin, por pastaj njekja e detyrës për secilin student kërkon personalizimin e angazhimit pedagogut. Natyrisht duke parë këto si thua këndë vështrimi artistik, por dhe këtë impenjim të vazhdueshëm, jo thjesht në mësimdhënie, por në trajtimin e studentit si një subjekt artistik produktiv, unë do thoja që detyra e departamentit e gjithë stafit tuaj natyrisht është mjaft komplekse dhe impenjative. Sigurisht, nuk është as pak e lehtë për vetë specifiken që kanë lëndë artistike. Me gjithë atë lirinë e madhe që supozohet se kanë dhe e kanë realisht, e cila krijon rrethana për t'u ndjekur mirë brenda tyre,
Pastaj arritja e rezultateve natyrisht nuk është as pak një proces i lehtë. Gjithmonë kur bashkëbisedoj me artistët të cilët janë bashkëkohor që eksperimentojnë dhe i pyes, të gjithë më përgjigjen se baza e çdo gjë është arti klasik. Tek ju qëndron kjo për të ndërtuar pastaj artin, vizione moderne, artistike, e flas tek studentët. Besoj se po, mund të them se po, nuk ka diçka absolute në lidhje me këtë çështje. Shumë artistë bashkohor janë formu pa pas në fakt një formim akademik, ka përjashtime. Pa ardhur as pak nga shkollat e artit, pa njoft ose me një njoftje krejt. Megjithatë teknikat janë të nevojshme për të njohur. Sigurisht. Unë besoj se më e mira është që të jetë një bazë. Qoftë në artin klasik, qoftë në njohjen e historisë artit, qoftë në njohjen e teorisë artit, në njohjen e komunikimit viziv, e psikologjisë së perceptimit. Pra, gjithë formimi teorik nuk mund thuhet se është një punë e bërë me kot. Natyrisht. Nuk ka sens kjo punë. Por nuk mund themi që nuk ka përjashtime. Pra, siç thamë, artistë shumë të suksesshëm kanë ardhur nga me një mungesë të plotë formimit akademik. Ekzistojnë të gjitha. Gjithsesi, këto ditë që janë intensive për fakultetet e universitetit, për departamentin tuaj, për provimet, për ekspozitat, por edhe për paraqitjen edhe paraprgatitjen për konkurset e ardhshme, tregojnë se në këtë departament ka interes, ka vëmendje, ka punë, ka kontribut. Besoj se po. Përpjekjet tona kanë qenë për t'i dhënë një seriozitet punës aty dhe duke rikthyer edhe një herë bisedës së artistit i cili duhet ketë formimin klasik apo vjen krejtësisht i pavarur, siç thashun, nga formimi akademik. Unë besoj se në punën në departamentin e arteve nuk ka vend për këtë diskutim. Sigurisht që shkolla ka detyrë për ta formuar artistin në mënyrën më të plotë, me gjithë formimin e nevojshëm teorik dhe praktik. Pra, mendoj se interesi i studentëve ka ekzistuar edhe fal kësaj pune për ta bë procesin mësimor realisht frutdhënës dhe jo thjesht një proces për. Duke parë këtë panoram pune, impenjimi, detyrimesh patjetër akademike, por edhe impulsesh artistike që qëndrojnë përtej saj, unë dëshiroj që t'ju falenderoj shumë dhe t'ju uroj shumë suksese në ecurin e punës suaj në drejtim, por të stafit dhe studentëve tuaj, në mënyrë që ata të kenë një ecuri sa më të mirë në vijimsinë e tyre artistike. Unë ju falenderoj shumë për ftesën dhe ju uroj gjithashtu një punë të mirë. Në fakt jam gjithmonë e interesuar për punët, për emrat dhe Dere Studios është gjithmonë e hapur kur studentët tuaj, por edhe pedagogët kanë evenimente të bukura siç janë ekspozitat apo aktivitetet të tjera. Besoj që me shumë kënaqësi ne do rikthehemi atëherë. Ju mirëpresim gjithmonë. Falenderoj. Falenderit juve. Falenderit.